Ditët e Ramazanit në Gjakov karakterizohen edhe me aktivitete të shumta. Nga veprimtaritë me karakter humanitar, deri te aktivitete që mishërojnë thelbin e këtij muaji, si leximi i librit të shenjtë, Kur'anit. Në shumë prej xhamive të qytetit organizohet mukabelja, leximi i përbashkët i Kur'anit, ku besimtarët mblidhen çdo ditë për të dëgjuar dhe përjetuar fjalën hynore. Këto momente krijojnë një atmosferë të veçantë për kushtimi dhe reflektimi, duke e bërë Ramazanin jo vetëm muaj agjërimi, por edhe muaj dijesh, afrimi shpirtëror e bashkimi komunitar. Kjo e bën Ramazanin një periudhë ku jo vetëm forcohet lidhja me Zotin, por edhe marrëdhëniet mes njerëzve, duke kthyer qytetin në një hapësirë më të ndjeshme, më solidare e më të bashkuar.